Ka kaluar më shumë se një muaj e rezultate finale ende nuk ka. Megjithatë, partitë politike e kanë një pasqyrë se qysh rënditën. E kur të bëhet certifikimi i votave deri te formimi i qeverisë, duhet të kalohen disa procedura paraprake. Duhet të certifikohen mandatet, tani pastaj në parlament duhet të verifikohen. Presidenta ka rol kyç, e cila ka për detyrë me thirrë mbledhjen konstitutive të parlamentit. Partitë politike, të cilat kanë marrë më shumë vota ose kanë deputet më shumë në parlament, kanë për detyrë me dërgu një emër për me nominu si mandatar. Topin në dorë fillimisht e ka partia e parë fituese, e cila pas nominimit duhet që brenda pak ditëve të delë në kuvend. Duhet pastaj që brenda 15 ditëve t'ja paraqes kuvendit përbërjen e qeverisë dhe programin qeverisë dhe ta kërkoj pak a shumë votbesimin ose votën e mbështetjes nga ana e kuvendit. Nëse arrin 61 vota, rrjedhimisht i bie që kalon, por në rast se dështon, çështja kthehet tek kryetaria e shtetit. Me qenë se gjasat që herën e parë ka dështu, atëherë presidentit i hapet rruga që të shikojë mundësitë nëse partia e dytë ose partia e tretë, që ka numërisht më të madh të useve në kuvend, i siguron votat. I dyti që e merr përsipër këtë detyrë ka kohë veç 10 ditë për t'i bërë numrat që si pati i pari. E në rast se dështon edhe ky, atëherë vendi shkon automatikisht në zgjedhje të reja, të cilat duhet të mbahen brenda 40 ditëve.